Shiko se kjo gjë nuk mund të na kaloj sikur miu mustaqe. Dëgjoni pak. Dhe juve keni qenë çift fantastik me Pasdretën. Kishte vlerë. Edhe e noni është fantastik. E nona si një dron. Po, çfarë them unë ti? Mua ma sill, jo Mozës. Kështu që Se nonin e kam më shok se Moza. po, Burin e Mozës. kështu që prandaj po them Burre që- ka akoma se si anda me letra. Moza nuk ka folur asnjëherë për pjesën e ish bashkëshortit të saj. Dhe pse më mblidhen mua të gjitha situata tani, se njerëzit holla të videon e parë më përpara që thash ka hyrë për këto qëllime, se nuk ka hyrë sikur le të themi fanse ashtu siç ajo deklaroi, po ka hyrë për t'ia ulur kokën për ta zbeur lojën e Mozës. Dhe njerëzit më thoshin mua, "U Andrea, jo se ajo piu ca birra mbrëm dhe bla 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 bla." Dëgjoj. Nëse do ta marrim në atë lloj konteksti, i piri thot gjithmonë të vërtetën, sa për këtë dini. Okej, kështu që këshillat që jepte Sarës, se të gjitha me radhë kanë qenë vërteta, pra nëse ajo pas ka pirë. Por nuk e shikoj këtë, është thjesht një justifikim ajo pjesa që thonë juve. Moza nuk ka folur asnjëherë për jetën me ish bashkëshortin e saj, nuk ka treguar fare, por po ta vini re Mozën, kur thot po mirë, okay, në rregull, po mirë, okay, demek që kërkon që ta mbylli atë se përket jetës private të saj. Zhaku tani ka ardhur në jashtë për ta vënë këtë pjesë për ta provokuar në një farë mënyre, se Ilirit ju dogj skeda e provokimit. Tani ka ardhur kjo miqesha për ta provokuar në një farë mënyre ta nxjerrë nga vetja, që të vërtetoj njerëzve që sipas ish banorëve, ish fermerëve aty brenda, pra Moza nuk që nga ajo që ne shohim jashtë, por është tjetër gjë brenda. Dhe kjo ka vajtur si e dërguara, e kujt nuk e di, dhe ta vërtetoj këtë pjesë të deklaratës që japin çdo lloj banori që del që aty apo që eliminohet. Pjesa tjetër, Bujaka dhe Moza ishin duke ngrënë. Dhe pse më mblidhen mua dhe vjen Zhaku dhe i thot kuçk, i thot Mozës. Pse i thot kuçk? Shiko, ajo do të shikoj se do t'ja bëj karmën, do t'ja sjelli karmën ose bumerangun Mozës, që ta provokoj t'i thoj kuçk, edhe pse Moza nuk ja ka dhënë pjesën e konfidencës, edhe pse ato njihen shumë bukur jashtë, por në atë lojë nuk ja ka dhënë atë konfidencë, se Moza është dyshuese dhe pas ka të drejtë që është dyshuese. Dhe kur kjo i thot kushk, ajo kërkon nga Moza të reagoj, që të dali keq, që për Moza që nga që unë bëj si them unë, mos bëj si bëj unë. Pra që të dali keq, dhe ti thot Zhaku, pse Moza unë ta thash kuptimin që ti ja ke thënë Nolës, apo gocave, pra në kuptimin, pra ta nxjerri pak si hipokrite Mozën. Kam vënë re dhe një pjesë tjetër që e provokonte pjesa e dronave. Te pjesa e dronave përsëri që duke folur për ish bashkëshortin e Mozës. Pra, po kërkon se s'bën Zhaku në një farë mënyre, në një tjetër, ta bëj Mozën të flas, ose në thonjza ta nxjerr atë në vetja që ta shesi keq tek ne. Sinqerisht nuk besoj, dhe më vjen shumë çudi, por nuk besoj që Zhaku pas ka hyrë për Mozën. Edhe pse kjo lloj gjeje përsëri do shkojnë në atë rrjedhën që ajo mos të dalë keq publik, se normali ka krahte ngrohtë, se kot si mori banat e mi mbrëma hyje tash. Leret muhabet. Kot si ka marrë që të mi mbrëma. Tani pres Harian Ekonomin, të fuzë Harian Ekonomin brenda në fermë ajo. Nëse, prandaj mua nuk më ngjit ajo që thot Zhaku. Më sinqert më duket Kostana se sa Zhaku. Nuk e di pse këtë pjesë.